Nëse dikush e do xhenetin naim, edhe natën edhe ditën. Xhenetin dhe rrugën për xhenet sot ta ka kallëzu imami i shqiptarëve, jo imami i Çovës. Pra, nuk ka Hazreti Muhamedi në Çovë kur i ardh Xhibrili, po ka në shpellë. Prandaj, ju që jeni me imamin e shqiptarëve, nëse doni me fitu xhenetin parajsën, në tokë, edhe në botën tjetër, doni me ndjek lajmin që jep imami i shqiptarëve. Nëse imami i shqiptarëve ka thonë se nuk ka xhamia në Kur'an, kurkun Zoti nuk thirr me shku në xhamia, dine që është e sot. Dine që unë kam e qenë nesër, në botën tjetër, ta ja ura se kam një vit që të mu i mordzu, sukur me ron grobë xhehenemit, nuk mund është me thonë që nuk e ke pas lajmin e vërtet.